Edisonat, përshëndes, çfarë veprime shpondërmeren aktualisht? Ju përshëndes, për të bërë një saktësim, pasi duke qenë se ngjarja është në vijim e sipër, pedagogët që të shtatë aktualisht ndodhen në ambientet e komisariatit të policisë së Elbasanit si persona të shoqëruar. Pra do të thotë që të shtatë pedagogët janë shoqëruar mëngjesin e sotëm drejt ambienteve të policisë pas urdhrit të prokurorit Xhelian Seferi për mas ndaj tyre, për shkak se të shtatë këta pedagogë akuzohen për korrupsion aktiv dhe pasiv. Bëhet fjalë për të paktën 7 pedagogë të Universitetit Aleksandër Xhuvani të Elbasanit, konkretisht të Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Saktësisht bëhet fjalë për Zyra Gripshin, Ornela Bilalin, Adrian Shingjergjin, Beatrice Ganin, Edlira Gugun, Florinda Tarushën dhe Monika Hodaj. Janë këto 7 emrat ndaj të cilëve prokurori i kësaj çështjeje ka lëshuar urdhrin e arrestit, i cili është ekzekutuar nga policia e Elbasanit dhe momentalisht që jemi duke raportuar të 7 pedagogët ndodhen në komisariatin e policisë Elbasan për të dhënë shpjegime të mëtejshme, ndërkohë që ne jemi zhvendosur pranë ambienteve të Universitetit Aleksandër Xhuvani në ato që njihet ndryshe edhe cikli i ullët, nga ku aktualisht në këto ambiente ndodhet OPG-ja Xhulian Pasha, i cili aktualisht po bën të mundur hetimin e kësaj dosjeje dhe mbledhjen e provave të kërkuara nga prokurori i çështjes për të nxjerrë të vërtetën mbi akuzat që rëndojnë ndaj prokurorëve. Bëhet me dije paraprakisht gjithmonë se aktualisht po kërkohen tezat e provimeve të personave të cilët dyshohet se kanë dhënë formën e rishfetit për të marrë provimet dhe për më tepër për të pasur edhe mundësinë e njohjes sikur kanë qenë prezent dhe e kanë kaluar këtë lëndë. Duket se këtu janë fokusuar edhe veprimet nga ana e oficerit të policisë gjyqësore, i cili prej afër 2 orësh tashmë ndodhet në brendësi të ambientit të Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Deri në përfundim të hetimeve do të kemi informacione më të sakta, pasi policia e Elbasanit të paktën deri në këto momente nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare në lidhje me shoqërimet e pedagogëve, edhe pse sipas të burimeve dhe informacioneve që kemi arritur të sigurojmë të paktën deri në këto momente, rezulton se të 7 pedagogët janë pezulluar nga detyra. Nëse do të ketë një rikthim të tyre të më vonshëm në detyrat që mbanin më herët, kjo do të mbetet për të parë në përfundim të hetimeve, të cilat aktualisht vijojnë në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit. Të falenderoj për të gjitha detajet që përcolle Edisona Skënderi.